Mbani kos në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Kosi është një ushqim që dietologët sugjerojnë se duhet ta konsumoni çdo ditë për shkak të vlerave të larta ushqyese. Kosi lufton më së miri ftohjen si dhe ndihmon në humbjen e peshës. Kosi është një nga produktet më të mira të qumshtit dhe është i lehtë, i tretshëm dhe rregullues i stomakut. Nëse ndiheni me stomak të fryrë, konsumi kosi shoqëruar me pak bukë mund të reduktojë ngarkesat dhe fryrjet e tepërta. Specialistët e dietologjisë kanë zbuluar se kosi është një ndihmës shumë i mirë në luftën kundër problemeve të gripit, ftohjes dhe llojeve të tjera të ftohjes. Ai mund të shoqërohet me më shumë vitaminë C se fruta dhe limoni. Gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të marrë prebiotikët dhe probiotikët e rëndësishëm për tretjen. Ndaj konsumi i kosit i përgatitur vetë në kushte shtëpie do të jetë alternativa juaj më e çmuar për të marrë këto të mira për shëndetin.